Detajet e reja janë zbardhur nga krahapitje e ndodhur më 2 qershor në filialin e OTP Bank në Tiranë, ku një person i pa identifikuar arriti të marrë rreth 60.000 euro nga arka dhe u largua me skutar. Sipas hetimeve të policisë së Tiranës dhe prokurorisë, autori ka hyrë dhe ka lëvizur brenda ambienteve të bankës në një moment kur punonjësi i sigurisë, Fehmit Çulaj, ishte larguar për pak minuta në tualet duke lënë derën e brendshme të pambyllur. Nga këshyrja e kamerave të sigurisë, grupi hetimor ka arritur të rindërtojë lëvizjet e autorit, i cili është shfaqur direkt në drejtim të arkës në momentin kur 3 arkëtarët sapo kishin tërhequr valutën dhe po e mbanin në kasafort të përkohshme. Ky detaj ka ngritur dyshime për një mundësi informacioni të brendshëm, pasi grabitësi dukej se i njihte momentin e saktë të aksesit në ark, ndërsa punonjësit kanë dorëzuar shumën për 60.000 euro nën kërcënim. Deri tani më shumë se 5 persona janë shoqëruar dhe marrë në pyetje, por nuk është identifikuar ende autori i grabitjes, ndërkohë gjykata e Tiranës ka caktuar masën arrest në shtëpi për rojën e sigurisë Fehmit Çulaj, i cili akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbuluar nëse ka patur bashkëpunim të brendshëm në këtë ngjarje.